Pojani është nga fshatrat më të njohur të bashkisë Maliqit, fshat me afro 5.000 banor. Oborret e shtëpive të këtij fshati janë të mbuluara nga trëndafilat, pas janë visat historikisht janë kujdesur për lulet shumëngjyrshë. Fehime Dervishi edhe duke qenë në moshë kujdeset vazhdimisht për trëndafilat e oborrit të shtëpisë së saj. Ajo tregon se edhe gratë të tjera të fshatit bëjnë të njëjtën gjë. Kryetari i bashkisë Maliq, Topçiu, tha se në këtë fshat çdo vit organizohet festa e trëndafilave edhe për të ruajtur traditën. Pojani ka një festë të veçantë, themi, festa e trëndafilave, për të cilat shquhen të gjitha familjet, veçarisht gratë, zonjat e Pojanit, të cilat në shtëpitë e tyre, në oborret e tyre që kanë fantastike, nuk mund të gjesh pa trëndafila. Kjo është bërë shkak që gjithë komuniteti i fshatit, drejtësia, po jo vetëm, kanë kërkuar që kjo të bëhet një traditë e përvitshme, ndaj dhe ne kemi qenë në mbështetje të tyre gjithmonë. Ku ka më mirë se një festë trëndafilash, ndryshe nga festat e tjera, të jetë e përvitshme, jo vetëm si nocion, por dhe për vetë gatime tradicionale që bën kjo zonë, apo traditat të tjera të veçanta. Është një festë që bashkon gjithë komunitetin e Pojanit, gjithë komunitetin e njësisë administrative të Pojanit, që është nga më të mëdhat e bashkisë Maliq, në një festë e cila në konceptin tonë, por dhe të stafeve pedagogjike të shkollave, sjell vetëm gëzim, harmoni, ne patjetër jemi të kënaqur që kjo çdo vit shtohet me aktivitete të ndryshme. Fshatrat e njësive administrative Gore Moglit, sipas kryebashkiaku Topçiu, vitet e fundit po tërheqin vizitor vendaset huaj, dhe edhe për këtë banorët janë kthyer investimit të bujtinave. Me rastin e kësaj feste, qindra banor të njësisë administrative Pojan dhe jo vetëm janë bërë pjesë e festës së trëndafilave.